fillojmë avokat, se janë 10 veta që po na presin. Mi mbrëmë, brash për ndarjen. Ju kërkojmë ndjes. Jemi në transmetim live në orën 11 për shkak se ishte ndeshja në orën 10. Unë me problemin tim të përherë që shoh futboll, nuk jam në gjendje të kuptoj momentin e përshtatshëm, po mandi ma kujtoj ndërkohë që kishte filluar ndeshja, 30 minuta kishte filluar Altin. Fjalë do bëjmë podcast për veten tonë apo Po, që të na ndjekin tjerët. Dhe vendosëm, urdhëron Andrea? Tastier me radhë, prit Andrea, kur dalim. Dhe gjithë logjika është që menduam që podcastit kishte më shumë shikueshmëri shty në orën 11. normale. Tash ka njerëz që nuk shohin futboll si unë, por ka njerëz që shohin futboll si Mandi. Po. Se Dhe- dikush duhet ta marrë vesh që ka filluar ndeshja. Fiks. Dhe ne vendosim që të bëjmë këtë podcast sot për të tre çështje shumë të rëndësishme, që mendojmë që janë shumë të rëndësishme, ose më saktë mund të jenë thelbësore. Janë thelbësore. Mandi sot apo dje? Sot e ka bërë Sot, status. sot. Sot ka bërë një status për një çështje që ka të bëjë me zarfat dhe premtimet e votave që dërgohen diasporës. Por ndërkohë unë sot isha i ftuar në Syri për herë të parë mas shumë vitesh në mbas orës 10 mëngjesit ose E theve, e kalove kufirin. Edhe tema që kishim sot që doli më tepër spontanisht kishte të bëjë me mënyrën e votës së diasporës, se si Rama nxirrte imazhe të votës diasporës, e cila ne na dha një alarm shumë të madh sot, për cilën bëm dhe denoncim në KQZ, që trajtohet nesër besojmë. Dhe e treta që ka të bëjë me thirrjen e Ramës për të mos votuar. Pra për dekurimin e votuesve. Pra kemi tre çështje. Pse janë me interes për t'i dëgjuar ju dhe bisedën tonë sot. E para sepse ajo që ka bërë Rama sot, dhe unë duhet të tregoja me një pamje direkte, me foto, është për ta tregoj pak. Është kjo foto e këtu. Rama sot, ky është llogaria e Ramës në Instagram, thot sa prekse njëkohësisht frymëzuese kjo foto kaq simbolike, bla bla këto, ke parasysh patetizmat komunist. Në fakt kjo këtu është shumë e rëndë si foto. Do thoni ju pse. Kjo është një flet votimi zarf brenda zarfit të DHL-s. Duam të kujtojmë që fakti që është DHL, kjo është gjë shumë e mirë. Po. Dhe objektivi jonë në vitin 2023, që kur hapëm këtë podcast, që bëm dhe propozimet tona të para për reformën zgjedhore, ishte e para herë dhe e fundit të ta quaja, që një grupim paraqiti një kërkesë qartësisht për DHL, si posta më pa manipuluar në botë. Dhe kjo ishte pjesë e suksesit tonë që paraqitëm në Komisionin e reformës zgjedhore në muajin shkurt të 2024-s, ku megjithëse u bën shumë përpjekje që ne të mos paraqiteshim atje, na bllokuan dhe regjistrimi i gjykat, si lëvizje shpresone etj. Në thelb, ajo që ndodhi, që ishte gjë shumë e mirë, ishte që ne arritëm të futemi brenda, se si e dim ne atë punë, dhe arritëm të paraqesim propozimin konkret për DHL. Ishte DHL-ja, si një post që me një xhiro prej 70 miliard dollarësh në vit që ka, nuk mund të komprometohet blejë dot nga Rama. Nuk e rrezikon reputacionin e vet për pisliqe shqiptare. Fiks, sado parë të jepte Rama, kjo do ishte e pamundur të manipulohet. Dhe ky është fakt, që ky zarf këtu është i pamanipulueshëm si zarf. Vetëm se ka një problem. Zarfi mund të jetë i pamanipulueshëm. Por i manipulueshëm mund të jetë ajo që ka thënë Mandi sot, që do ta shpjegojmë një nga një. E dyta është që kjo foto këtu ngren alarmin e madh për procedurën e re të vjedhjes votës për herë të parë me eksperimentin e ri që është diaspora në mes. Pra, nuk e quaj diasporë, po ata na e kanë mësuar fjalën diasporë, kjo është mërgata shqiptar, po nuk kanë mësuar shqiptar, kanë marrë ses pejorativ se ka pas boj libër komunist, një komunist dikur që është mërgata e qyqeve për diasporën dhe për shqiptarët më tan, dhe mori një konnotacion negativ. Po në fakt mërgata është fjalë. Fiks Nasho Orgaqi. Ndërkohë që i cili ishte spion me talent në të shkruar. Kthehemi këtu. Kjo këtu tregon që Rama ka filluar të marrë mbikëqyrje me patronazhistë e vet çdo flet votimi që do votohet për Shqipërinë, duke u bërë fotografia e votës. Me atë që voton ti,
në mënyrë që të raportohet tek Partia Socialiste ke patronagjisë përkatës që kushëriri, vllai, motra, baba, nona të mos pushojnë nga puna administratën publike. E kryem porosin. Bukur. Ndërkohë që ne sot do ju shpjegojmë që kjo është një vepër e rëndë penale për atë që do guxonte ta bënte. Çdo thotë, është një vepër e rëndë penale nëse një shqiptar do guxonte ta bënte këtë gjë, sepse është nga 3 muaj burg minimumi deri në 3 vjet burg. Do ja shpjegojmë këtë. Çështja e tretë ka të bëjë me pozicionin e Ramës në raport me dekurajimin e votuesve. Po nuk votuat PS, mos votoni fare. Ky është një mesazh i fuqishëm që Rama i jep atyre që u thuhet me që s'na jepni votën, mos votoni, po që kjo ka të bëjë edhe me kontrollin. Pra, unë e di që ti s'ma jep dhe s'duhet paraqitesh në votime. Dhe unë do të monitoroj, do të kontrolloj. Këto janë 3 vepra të rënda penale në kodin penal, të cilat ne sot do t'i trajtojmë, duke u kujtuar që këto nuk janë thjesht muhabete pazari, këto janë aksion janë direkt në KQZ, ku ne paraqitemi pikërisht me këtë propozim. Ju e dini që ne nuk i ndajemi KQZ-s. Fitoren më të madhe që kemi arritur do doja ta tregoja me një video që kam në sfond këtu. Para se të shkojmë në fillim, është një video që është, ja, ku është? Po, gjeta. Kjo video këtu. Prit, një sekond, t'i ngrej dhe zërin. Të bëjmë gati. T'i ngrem dhe zërin kësaj që t'na e dëgjojnë dhe pak publiku, se aty është gjithë kuptimi i gjës. Të ngrem dhe zërin në maksimum. Ku e ka kjo këtu? Dhe play. Nuk janë totalisht qartë dhe pra, çfarë është ky instrument? Ne kemi parë nëpër supermarkete, din që tu iket kodin këtu, po, edhe ky t'jep numrin këtu gjithë. Në kompjuter, plas, jo këtu, në kompjuter. Pra ti e di që fleta jote votimit, ose më saktë, ti ke votuar në një nga fletët. Unë me këtë gjë gjej cili numër ka pas ka fletë. Atë llogaris kur ka artikën e votimit si radhë, si në fletë ke marrë. po tani që nuk është numër serial? Se shisoj të gjitha fletët nga vetë, ka ndjequr numrin serial. Numri serial përcaktonte që çdo fletë kishte një numër, sipas radhës. Po. Lihet Pra- ti në votu i 7. Dhe unë për gjithu që ke votu ti, mjafton të gjej manë kësaj, kush është fleta e 7 e votimit. Dhe gjej, bledi është i 7, fleta e votimit që përdor është e 7. Dhe aty shiko dhe për cilin ka Po PS, votuar. DLSI apo Aleanca Konservatore. Kjo Po, absolutisht antikushtetuese, sepse është kundërshtim me humorin. Po. Për shqetësimet që bëhet, po jo se nuk lexohet, po vetëm kështu për të mos u mërzit njerëz që kena heq. Ne ishim sallë, çfarë na pam po erdhë këta. Ishim në të dy mal. Ky është spoti për votimin. Jericho, grupi muzikor. Nuk janë totalisht qartë. Kjo ishte Pra, çfarë është ky instrument? Ne kemi parë nëpër supermarkete, din që tu iket kodin këtu, po, sa e vështirë që ka me heq. në kompjuter. Escape. Kam Pra ti e përshtypjen. di Po, që fleta jote votimit u kry. Pra, ishte një podcast i datës 6 shkurt, Andrea? 6 shkurt, në cilën ne paraqitëm fitoren ton në KQZ, që ishim atë dy bashk në Për mua kjo është ngjarja më e rëndësishme e gjithë fushatës. Deri para se të ndodhte kjo, vota e shqiptarëve nuk ka qenë e fshehtë. çdo kush mund ta Duke mos qenë e fshehtë patronazhistët, jo çdo kush. çdo kush Ata ka që kishin patronazhist. pushtetin dhe Po. që kanë akses tek fletët e votimit mbas numërimit, mund ta lexojnë votën. Dhe këtë pushteti i sotëm e ka thënë dhe e ka stërthënë, nuk e ka shpjeguar në detaje se i dilte sekreti, por i ka mbushur mendjen gjithë shqiptarëve që mund ta lexojnë votën. Ky është feedback që unë e kam marrë nga njerëzit në fushatat e kaluara, ku nuk mund t'i mbushje mendjen askujt që vota ishte vërtet e fshehtë. Të gjithë shqiptarët besonin që vota ishte e lexueshme. Pikërisht sepse politika e patronazhistëve ishte e tillë. Shqiptarët duhet ta besojnë që vota është e lexueshme, fshetas. Nuk thuhet hapur, po thuhet në rreth veshit aty ku e ndjen më shumë. Dhe kjo
i bënte të tërë që kur premtonin të shtrënguar, nuk kishte më shans premtimi i gënjeshtër. Po, sepse dini që më mbrapa vota do lexohet dhe ai Po. që kishte marrë premtimin do shkonte t'i kërkonte llogari. Nëse e kishte bler votën do i thoshte të kam dhënë lekët Po. se s'më dhe votën. Nëse e kishte shtrënguar me mbajtje në punë të një familjari apo lënë rehat për biznesin apo tolerimin për çfarëdo lloj gjëje, një ndërtim, një gardh pa leje, një kotec pulash, se këtu ka shku historia. Atëherë do t'i shkonte më vonë dhe do t'i thoshte, "Ej, ti nuk votove për mua." Dhe kur ata e kanë bërë këtë lexim, kanë qenë të përpikt. Kanë qenë sepse vërtet e kanë lexuar realisht. Ajo që ndodhi ishte që më në fund ky numër serial u hoq dhe kjo gjë duhet thënë me të madhe, unë i kërkoj të gjithë atyre që na ndjekin ta shpërndajnë si lajm, le ta heqin atributin, nuk e bëri Altini. Unë pak më parë nxora një reels me këtë gjë për të filluar sensibilizimin. Po. Isha sot në emision i ftuar i Sonila Meçës me Basir Çollakun dhe me Ilmer Bushkolaj dhe ishte edhe një djalë tjetër fiksohet emri që ishte online nga diaspora dhe ngrita këtë gjë dhe gjithë u habitën që pse nuk bëhet reklam për këtë gjë. Duhet bër sa më shumë fushat që vota është e palexueshme, se i mungon elementi i leximit që kishte dikur, numri rëndor, numri serial, që tregonte për çdo votues një numër serial. Kjo është hequr. Mbas 4 vjet luftë që ne bëm, që në 2021-shin, ti nga ana jote, ne nga ana jon, bëm edhe eksperimentin social tek Universiteti Politeknik, bëm numërim në 100 votave, zbuluam të 100 pas një gabim, se për çfarë kishte votuar secili, duke ndjekur parimin e numrit rëndor, numrit Ti jeni pari merr fletën me numër 1. I dyti merr fletën. Mjafton të dish bllokun. Tash kjo nuk është më vështirë. Kjo nuk është më. Kjo nuk ekziston më. Pra vota është absolutisht e palexueshme. Dhe kjo u hoq direkt mbas një fushate të fortë, sidomos mas fitores Trump, që ishte një moment kështu që ishin akoma në dilemë ta. Zgjidhja ç'a të bëshin. Edhe po fshishin gjurmët, më kupton logjikën. Tani ne e kemi kryer detyrë. Mua më shkruar përshtypja që ata kanë vendosur ta heqin në atë moment që na kanë parë aty në prezencë. Thua? Se po e di pse formulimi ishte që propozimi që i bëj entit si e kanë ato rregullatorit, pra administrata e KQZ-s i propozonte dhe thoshte, duke vlerësuar suksesin që ne kemi patur në zgjedhjet e mëparshme, ne mendojmë që elementët të jenë po njësoj. Dhe pastaj kishin lënë një listë këtë e të tjera. Dhe po të ishte lënë kaq evazive, në çdo moment ata do e kishin argumentin, ne kemi thënë dojmë po të njëjtët element. Në fakt u habitën që na pan dhe vënu gjysore mbledhje. Vënu gjysore seanca dhe u detyruan pastaj ta thonë, u detyruan ta thonë. Kanë ardhur të dy, jo vetëm njëri. Shiko, realisht duhet të bëhet një kontroll ose mos thjesht e kanë thënë me gojë dhe prapë vën numrin serial. Jo. Duhet me kontrolloj. Kam marrë pjesë disa mbledhje dhe është thënë vazhdimisht është hequr. Është hequr, por kjo është çdo njeri që e merr këtë lajm duhet patjetër ta kaloj tek të tjerët. Absolutisht. Nuk ka nevojë të atribuohet Aleancës Konservatore. Nuk ka nevojë të atribuohet Altinit apo Mandit. Mjafton që shqiptarët ta dinë, sepse do të çlirohen dhe do shkojnë të votojnë pa frikë. Kjo është një nga kërkesat që kemi bërë për KQZ-n, nisur dhe nga fakti që është krijuar kjo thashë themnaja e madhe, që votën do ja u lexojmë, ja u dim se çfarë do votoni. Dhe në fakt ata vetëm armë që kanë sot është që të kërkojnë fotografimin e votës nga diaspora, që t'ja u çojnë të votuar. Kjo është i vetmi element që ata tani mund të lexojnë. Mund të bëjnë çfarë duan. Mund të lexojnë një votë. Tani trajtojmë çështjen e leximit të votës. Unë këtu kam nxjerrë në enin e kodit penal dhe ky ne në shumë i rëndësishëm që të kthehet në një çështje themelore. Unë tash do ja kaloj tastiren e Andreas që të filloj të bëj regjinën e Në poshtë. Po, e drejt. Atëre, që nga ky moment, mos maj përgjegjësi më për kamerën e Andrea. Po s'doli më mos më shani Andrea. Se çfarë do shihni. Atëre. Andrea po ta bëj gati që ta kesh kollaj këtu, jepi si dush. Atëre, çështja e parë. Lexojmë kodin penal çfarë thot për votuesit. Ka marrë vetëm një pjesë të nenit, nuk ka marrë gjithë nenin sepse më ka interesuar vetëm pjesa që intereson atyre që të votojnë nga diaspora. Kodi penal neni 327. Mund ta verifikoj kushdoj.
Shkelja e fshehtësisë së votimit është bërë ky ndryshim në vitin 2017. S'po të punon Andrea? Ja një sekond. Po tani? Më rregull është. Okay. Neni 327. Shkelja e fshehtësisë votimit. Shkelja e rregullave që garantojnë fshehtësinë e votimit nga ana e zgjedhësit nëpërmjet fotografimit të fletës së votimit ose filmimit saj, ose dokumentimit me çdo mjet dhe formë të mënyrës se si ka votuar, shfaqjes së tyre tek persona të tjerë, përbën vepër penale dënohet me burgim nga 3 muaj deri në 3 vjet. Pra nga 3 fillon. Pra po të kapën treshin e ke në xhep, të futësh mik çat dush. Ti do guxosh marrën në Shqipëri për pushime, do e gjesh vetëm me pranga në aeroportin e Rinasit. Do thush ti kush do më kapi, si do më kapi. Dy janë gjërat më të rëndësishme që të mësoni. Për t'ju kapur, nuk e di. Po është ruletë ruse. Njërin do e kapi. Mund t'jesh ti. E dyta që është më e rëndësishme nga të gjitha, është shantazhi përhershëm i gjithë jetës tuaj. Do të një 7-8 vjet sa të parashkruhet vepra penale, juve do jeni të shantazhuar nga ai që ka marrë foton tuaj me atë që quhet klikun me shenjën e votimit siç e kërkuar që ta fotografoni, ju do jeni pengë atij njeriu për të futur në burg gjithmonë. Çdo do jeni peng. Keni parasysh databazën e patronazhistëve si u dhjen ata të gjithë patronazhistët kur u doli emri? Po. E mbani mend. S'dishin nga shtëpia e 2-3 ditë. Derisa i mori Rama në mbrojtje dhe i fali Basha, që nuk bëri atë që duhet bënte në moment që doli, që t'i çonte direkt kallëzim penal dhe që mbi të gjitha të kërkonte KQZ-s që mos i lejonte të bëheshin komisioner. Gjë që s'është bërë akoma si kërkesë, që patronazhistët mund të jenë komisioner. Tani më dëgjoni pak me vëmendje, se kjo është shumë e rëndësishme. Në momentin që ata kanë fotografinë tuaj dhe numrin tuaj telefonit, nga që keni çuar, ke parasysh sepse punojësi administratës që ju ka juve familjar dhe ju ka kërkuar të votoni për Partinë Socialiste, që ai të ruajë vendin e punës, në fakt pa dashje, po ju merrin qaf sepse ju do jeni peng. Peng do thotë mund shantazhoni çdo çast të kërkojnë dhe lek, edhe $10,000 që të mos ta nxjerr foton. Pse? Se fotot lëvizin, qarkullojnë, nuk janë të ruajtura. Domethënë siç nuk ruajt dot databaza patronazhistëve, siç nuk ruajtën dot ata njerëz, edhe juve njëjta gjë. Edhe juve mund të përfundoni pa frikë fare në një dosje me fotografi, dikush e merr dhe dikush ju thot, "Gjë, unë di që ti ke bërë një vepër penale, nga 3 muaj burg deri në 3 vjet burg ke të sigurt. Më jep ca lekë që të mos të denoncoj." Apo mos ta bëj publike foton të, se do mjafton ta bën edhe publike, ma anonimaj. Njësoj si ata që shantazhojnë, ke parasysh një person që ka bërë një foto komprometuese etj etj. Këto janë foto komprometuese që u fusin në burg. Mos guxoni të bëni foto, e le më pastaj t'ia çoni këtyre në Tiranë. Po merrni vetëm qaf, nga 3 muaj burg deri në 3 vjet burg. Tani jeni mirë e rehat atje ku jeni, duke bërë një vepër penale në Shqipëri, atje do ju regjistrohet në shtetin ku ndodheni. Dhe do jetë ke rekordet tuaja të personit të inkriminuar. Mund të shpallin edhe në kërkim ndërkombëtar në Interpol. Mos u habisni për këtë që po ju them. Mund të kërkohet edhe ekstradimi juaj. Çdo gjë mund të ndodhi. Mund të kërkojë prokuroria, mund të kërkojë SPAK-u, sepse veprat penale që lidhen me zgjedhjet janë vepra penale. Jo, po janë të SPAK-ut. Okej, po janë vepra penale edhe vendi ku jeton qytetari. Po SPAK-u të fut një kërkesë një kërkim në Interpol. Kërkon që ju të paraqiteni që shtyeni dënimin, ju nuk paraqiteni, i shkon policisë italiane, policisë gjermane. E kuptoni për çfarë po flas? Policia italian nuk rri të hyjë në të ulëmtoj që çfarë është vepra, është vepër penale, pikë, të kërkon njësoj si vrasin. Kërkon gjykata, kërkon, më fal, prokuroria e krimeve. Po pra, të kërkon njësoj sikur të kishte bërë një vrasje. Po. Pra po merrni veten qaf. Ka një element avokat që do ta thosha, duhet kenë parasysh votuesit e Mërgatës që këto fotografi nëse i dërgojnë, ku ja dërgojnë një njeriu kujto, ku ja dërgojnë një patronazhisti, që përkthimi shqip i fjalës patronazhist është hajdut. Po. Atë do ta kapin për dardat që kanë ngrënë mbas kurizit të madh. Dhe do nxjerrë gjithë dokumentet. Dhe do i zbërthejnë celularin dhe do gjej foton. Po jo e marrim rastin konkret. Vjen punojësi SPAK i BK-s dhe i sekuestron celularin. Çfarë do gjej brenda aty? Po them, nuk do t'ja marrin celularin pikërisht për procesin e votimit. Jo. Ai ka 100 gjëra që ai ka 100 pisliqe. Ka 100 pisliqe dhe ai celular do lexohet nga SPAK-u. Mendo tani një prokuror i korruptuar që ju vën shantazh 10.000 euro. Paguaj 10.000 euro të nxjerrë për hundesh atë votën atë të rrogës që ke pas të vllajt, familjarit, babës, nuk u di unë çka ke. Do të thënë, ky emision është shumë i rëndësishëm.
sepse po bëjmë një njoftim mbasi me vonesë, po sot u konstatua që juve shpresojmë që nuk është dëmi aq i madh. shpresojmë që dëmi të mos jetë aq i madh. Kjo është po fiks. Ne po reduktojmë dëmin. Nesër ne presim nga KQZ të reagojë për kërkesën tonë që duhet njoftohet çdo votues diasporës për nenin e kodit penal të fshehtësisë së votës. Në qoftë se ata nuk e bëjnë këtë, do të KQZ është bashkëpunëtore në krim me Edi Ramën. KQZ duhet urgjentisht të shpëtoj procesin sepse mund të shpallë dhe i pavlefshëm fare votimi diasporës me këto përmasa. Domethënë, KQZ ka detyrë nesër urgjentisht të shpalli njoftim publik për çdo votues. Futeni në burg, po fotografuat votën. Dhe shpresojmë që edhe këta të PD-s ta kuptojnë rëndësinë e çështjes, që duhet urgjentisht të reagohet për këtë gjë. Domethënë, po shpëtojmë, ja u themi si, po ju shpëtojmë, sepse them atë fjalën se mund të përfundonin në burg. Mund të mi fjalë që po të kapën, është e sigurt që përfundon, se e ka fillon ke 3 muaj. Po. Domethënë, 3 muaj është minimumi domosdoshëm. Dhe juve do jeni dhe me vepër penale dhe me dëshmi penaliteti. E kuptoni çfarë halli po ju fusin? Ndërkohë e keni shumë thjesht. Ata ju thonë na çoni foton. Jo, kena fris na fusin burg, se çojmë dot. Pra ju mund t'i rreni, më thoni po votuam për ju, po nuk ja u themi dot me foto, se kemi frikë se futemi në burg. Ma kuptuat se shumë e rëndësishme kjo që po ju them. Nuk duhet t'ia tregoni as fizikisht ndokujt votën tuaj. Keni parasysh momentin që ti je përballë një patronazhisti në Itali dhe thot ta shoh tash ta mbyllim zarfin dhe ta çojmë zarfin. Keni parasysh që edhe në këtë moment ai po ju shantazhon sepse ai ju ka dorë. Nesër ju fut në burg, ai kapet dhe ti je i pari që futesh në burg. Është e njëjta gjë. Aty lexoheni me vëmendje. Çfarë thot tu? Ose do rregullave që garantojnë shëtësinë. Jo, prit, do i lexoj atë pjesën poshtën, që garantojnë shëtësinë e votimit nga zgjedhësit nëpërmjet. Lexoni pak. Formë të mënyrës se si ka votuar. Pra në qoftë se ti je përballë një patronazhisti dhe po ja shpjegon me zarf shfaqjes së tyre tek persona të tjerë. Më kupton? Pra kushdo që ju vjen për të kontrolluar votimin tuaj, po bëni një vepër penale, nuk po bëni gjë të padëgjuar, kështu gjë padukshme, po bëni diçka që quhet vepër e rënë penale, është shkelja e fshehtësisë votimit. Futesh në burg me 3 muaj fillon, a kuptoni apo? E fillon me 3 muaj burgun. E shkon deri në 3 vjet. Tani ku e dini ju se ç'ndodh nesër? Ku e dini ju ç'do ndodhi me spakun? Ku e dini ju ç'do ndodhi me votimin nesër? Ku e dini ju? Nuk e dini këtë gjë. Ju vetëm do t'i thoni një gjë, ore s'mama bytha, më fal për shprehjen. Nuk ka problem. S'ma mban ore. Së më fusin burg. Kjo është arma më e madhe që keni. Nuk më mban se futem në burg. Më gjej një formë tjetër, po këtë jo. Pse? Sepse futem në burg. Mi vjen, nuk jam këtu ke pagesa. Nuk jam këtu ke rasti kur ju japin lek sepse është vullneti juaj që të zgjidhni me fshkel ligjin. Ju e dini që po të marrësh lek për votimin, është akt korrupsioni. Dhe ke të rënë dhe aty me burg. Po marrim rastin kur ti nuk e ke marrë shumë seriozisht të punë. Ke menduar që gjë e lehtë. Ke më çfarë po bëj? Thjesht po i çoj foton familjarëve të mi. Futesh në burg. Nuk di sa herë do t'ja them, që ta formuloja një herë për gjithmonë. Ky është neni kodit penal, i cili tregon që bën burg nga 3 muaj deri në 3 vjet, nëse guxon dhe fotografon fletën e votimit për t'ia çuar dikujt për ta treguar. Apo nëse ti procesin e votimit po bën në sy të një tjetri, i cili është një patronazhist i cili merr shënim çfarë bëre ti që t'ia thotë atyre atje. Edhe ai sikur ta fotografoi votën tënde është prapë njëjta gjë sepse ti po ja shfaq dikujt tjetër. Pra, nuk është puna se e bëre ti foton, kushdo që ta bëj foton e hëngre. Ti shkon, futesh në burg, do vish në Shqipëri, do të përfundosh me pranga. Do përfundosh me pranga në moment që zbresësh në aeroport apo do vish, apo do shpallesh në kërkim ndërkombëtar, nëse patronazhisti do kapet dhe do i gjet në celular. Kam përshtypjen që shpallja në kërkim është automatike. Është automatike. Në momentin që kërkohet në Shqipëri, merret informacioni që nuk u gjend, automatikisht duhet kalojnë kërkim ndërkombëtar, apo jam gabim? Absolutisht. Dhe unë do doja t'i kujtoja publikut edhe një herë, mos guxoni të fotografoni votën apo në çdo lloj formaliteti ta tregoni se për keni votuar. Dhe dua t'ju kujtoj edhe një herë pikërisht këtë foto të Edi Ramës që është shumë e rëndësishme. Ja ku e kam. Këtu. Rama po jep mesazh që do ju kontrolloj votën. Në fakt po ju merrin qafë t'ju fusit gjithëve në burg. Do merrni veten që ai nesër do ju thotë, unë s'pyes për vllajën tim, do pyes për juve. Ju do shkoni për lesh, nuk do shkoj ai. Ju do ta hani. Mblidhni mendjen.
Unë që ta përkthejmë atë nenin me fjalë më të thjeshta. Që të hynë në burg hyn. Ndryshimi është kur del, mas 3 muajsh apo mas 3 vjetësh. Po që hyn se s'bën. Po fiks. Edhe jeni të shantazhuar, mos e harroni kur këtë gjë. Jeni të shantazhuar për një 7-8 vjet po herë, do ju kontrollojnë gjithmonë, do ju thonë, "Më jep kaq lekë që të mos ta nxjerr foton tatë që më çove me votën." Sepse kështu funksionon sistemi. Ti bën një akt, gëlltit një lukë çorp të prishur dhe pastaj do e vjedhësh tërë jetën. Po. Ata mund t'ju marrin lekë sa të duan, duke u friksuar, kujdes nxjerr votën tate. Mos u kompromentoni me këta, do merrni veten qafë. Nuk ka rëndësi kush fiton zgjedhjet, rëndësi ka që ju po merrni veten qafë, qofse fotografoni fletën e votimit. Dhe kjo është arsyeja pse ne i drejtohemi KQZ-s, urgjentisht që të njoftojë gjithë votuesit, gjithë zgjedhësit e diasporës, menjëherë që po guxuan të bëjnë këtë vepër penale, do hajnë burgun nga 3 muaj deri në 3 vjet. Dhe shohim nëse KQZ-a do e bëj këtë punë apo s'do e bëj. Pra është bashkëpunëtore në krim me Edi Ramën apo po distancohet nga krimi me Edi Ramën, mos e marr veten qafë. Ka dhe një marifet që se nuk e kemi diskutuar, këtë e kam kështu të re dhe për ty. Në këto marifetet e zakonshme që bëjnë patronazhistët, se ishim duke diskutuar këtë temën e fshehtësisë për votën e Mërgatës, edhe dikush tha nuk merret njeri më tha me këto punë të fotografista, sepse fotografitë qarkullojnë. Pra, është një foto falco e një fletë votimi dhe të tërë marrin atë dhe dërgojnë që ja unë votova për ty. Kjo nuk ka pikën e rëndësisë, miqtë e mi, nuk ka pikën e rëndësisë në momentin që ti dërgon një foto, e cila është e një fletë votimi, nuk ka pikë rëndësie nëse është vërtet e asaj që dërgove apo një tjetër. Ty do të thonë ti vlla ke dërguar këtë foto në kësaj fletës votimit. Ti mund ta thuash se kur ti je me pranga në burg, në paraburgim. Në fazën e paraburgimit. Mund ta thuash këtë gjë, mund ta pretendosh. Kjo është një armë mbrojtje për ty, po. Paraburgimin do e bësh. Dhe kështu si kam vajtur punën tu tek ne, tani po mendoja. Se paraburgimi disa zgjat 3 vjet. Po pra këtë do ta thosha, kështu. Si do dënohet në kohën e paraburgimit. Jo, ata mund ta dënojnë edhe 3 muaj. Po ndërkohë paraburgimit 6 çështje procedure. Fiks. Po ti 6 ti ke bë. Mblidhni mendjen, sinqerisht e kemi për të mirën tuaj. E kemi për të mirën tuaj sepse e dim shumë mirë se çfarë do thotë vepër penale dhe çfarë do thotë krim zgjedhor. Dhe çfarë do thotë që ata t'ja u përdorin fotografitë tuaja nesër për të komprometuar, për të shantazhuar dhe individ caktuar brenda tyre të mbledhin dhe lek me shantazhe, me gjoba që do vendosin juve. Mos merrni veten qafë, nuk dim ç'u themi më shumë, për të mirën tuaj e kemi. Nuk po themi thjesht se kemi hallin që mos votoni Ramën. Është më rënd kjo që po themi, po merrni veten qafë, jo sot, po përgjithmonë, familjarisht. Se mund ta keni bërë këtë gjë dhe për votën e anëtarëve të tjerë familjes. E hani të gjithë baba, nona, gjyshi, gruaja, gjithë çfarë jeni aty. Fis e shok e çat jeni. Po merrni veten qafë. Për njëri do të hani të gjithë. Mblidhni mendjen. Kjo ishte tema që kisha për lidhje me çështën e kësaj të parës. Kujtoa kjo historia e patronazhistëve, se në fakt njerëzit edhe nuk kanë faj. Kryetari më pëlqen ta ndaj këtë emrin, kryetar. Doli atëre kur publikua databaza e patronazhistëve, doli nderuari dhe tha ne kemi një databazë tonë. Dhe nuk është ajo që ka dalë aty. Dhe ne kemi kriju vetë, nuk e kemi marrë nga i Albania. Dhe i gjithë diskursi u fokusua, e kanë marrë nga i Albania, se kanë marrë nga i Albania. E kanë marrë nga i Albania, se kanë marrë nga i Albania. Kur ndërkohë, ligji për mbrojtjen e dhënave personale, mos të gaboj është në nenin 7, thot, ndalohet krijimi i bazave të dhënave që evidentojnë ndër të tjera edhe bindjet politike. Ka dhe fetare, ka dhe seksuale të tjera. Por edhe bindjet politike. Kjo është një gjë që ligji e ndalon, dhe kjo është një gjë që një nen tjetër diku nga fundi i ligjit edhe e gjobit. Një po, do ishte vepër më rënd, po ta kishim për vetë. Ta them pse. Pra, jo, ishte edhe më rënd. E di pse është më rënd. Sepse nëse ata kanë arritur të vjedhin të dhënat e kartave të identitetit gjithë tyre shqiptarëve, ai pretendonte që i kishin mbledhur. Jo, një sekond. Një sekond. Nëse ti ke mbledhur kartën time, se unë isha në databazë votues kundër tyre. Nëse ti më ke arritur të vjedhësh të dhënat e kartës të identitetit, kjo është më rënd, kjo është vjedhje. Nëse ti ke vjedhur gjithë databazën, ti thua po atë i kishte brenda. Po kur ti thua të kam vjedhur ty kartën tënde, unë të kam ndërtuar një databazë nga e para,
Kjo ka përcen çdo lloj vepre penale. Çdo të mbledhësh dhënat e kartave të identitetit, sepse si do e marrësh? Vetëm jo një sekondë, vetëm ja rrugë për ta marrësh vjedhje. Po, Sepse shteti që kur ta jap vet. Po unë s'ta kam dhënë. Atë ti ma pas ke vjedhur. I bie që ke vjedhur kartën e identitetit. Më kuptove logjikën. problemi është që kjo është deklaruar me z dhe si zakonisht edhe me figurën estetike të madhërishmit. Është deklaruar dhe jo vetëm që nuk ka lëvizur ndonjëherë komisioneri për mbrojtjen e dhënave. Domethënë për mua do ishte shumë e thjeshtë që ajo gjoba 500.000 lekë të reja që është e parashikuar nga ligji të ishte vendosur Partisë Socialiste, nuk do e thynte në mes, se nuk është ndonjë qamet i madh. Në fund fare një kafe më pak, një kafe më shumë për ata drejtuesit është 500.000 lekë shiri. Por do jepte një mesazh në gjithë popullin. Zotri, patronazhimi nuk është krenari. Sepse na çau veshët pastaj në vazhdim ai. Ne jemi krenar për patronazhistët, ne patronazhistët tanë janë kështu, janë ashtu. Ndërkohë do e kishte kuptuar i madh e i vogël që kjo është një gjë e dënueshme nga ligji. Absolutisht. Mirë, po kjo, si zakonisht, nuk u bë. Po, absolutisht, si gjithmonë. Është kthyer kështu tash ritual kjo punë. Unë do doja të kujtoj edhe një detaj tjetër shumë të rëndësishëm në lidhje me këtë ende kodit penal. Ky informacion nuk disponohet nga njerëzit. Dhe është shumë e rëndësishme që çdo kush ta marrë këtë informacion dhe ta shpërndajë. Ne do nxjerrim edhe formën e një posteri për sensibilizim dhe do kërkonim nga ju që ta shpërndani sa më shumë nesër. Do e keni pikë mëngjesit këtë ende kodit penal me shpjegimin përkatës. Ne do të fillojmë punën tonë. Urojmë që edhe këta në opozit ta kuptojnë që këto janë sa çështje prioritare, çështje të rëndësishme, çështje të çastit, që është me orë. Pse është me orë? Sepse kanë filluar të votojnë. Po. Mi fal kanë arritur zarfat. Dhe duke qenë se kanë arritur zarfat, kanë filluar të votojnë. Tani shkojmë ke tema e dytë. Sot ishte deklaruar, duhet të qenë para dite, që 111 zarfa ishin në rrugën e kthimit. Çdo thot 111 votues të Mërgatës i kanë marrë zarfat, i kanë plotsuar dhe i kanë dërguar mbrapsht. Pra 111. Kjo është deklaratë e mëngjesit e KQZ-s, e Celivashit. Pra, kemi ka filluar votimi. Kemi 111 njerëz në risk. Këta janë në risk nëse kanë fotografuar. Po, siç kam një bindje kështu nga ato klasiket, që të parat që votojnë janë gjithmonë ata të mëngjesit që janë. Ja, ata ikë me lëra ata një fotografi, Inshallah se në fakt, këta 111 të parët janë ata më të qytetarët më shëmbullor. Po. Këta janë duke bërë detyrën e tyre qytetare. Po. Që urojmë të shkelur ligjin. Të ndëshkohen për shkak të pisliqeve të patronazhistëve. Kjo do ishte krim. Në fakt, këtu është problemi kryesor që nuk është bërë ky njoftim. Po. Nuk është bërë ky njoftim. Po nuk, shiko, këta kanë filluar avokatë që jo kanë filluar se kanë kohë të përdorin lloj metodash që kur i thua në një publik normal, tek njerëz normal që jetojnë jetën e tyre normalisht, thonë po ky çai ka këto halucinacione, çfarë është duke thënë. Janë të ndyrë në përdorimin e emrit, të mbiemrit, të përemrit, të foljes, të ndajfoljes, janë të ndyrë dhe bëjnë kështu një lloj diskursi sikur janë duke folur normalisht dhe ndërkohë kuptimi i asaj që thonë është nata me ditën me atë që duhet ishte në të vërtetë. Po. Ne kemi folur edhe në podcaste të tjera. Iliana Celibashi nuk e kam dëgjuar një herë të përdori termin dokument identiteti. Thot gjithmonë dokument identifikimi, dokument identifikues, por nuk është më, është dokument identiteti, është një dokument që ka brenda identitetin. Po të thotë ai dokument identiteti, i bie që nuk është punë skadence. Pikërisht. Po thu gjithë teatri. Pikërisht. Këta janë mjeshtra. Pikërisht. Sepse çfarë bëjnë? Listat e votuesve prodhohen nga Regjistri i Gjendjes Civile, prodhohen nga Ministria e Brendshme. Dhe në qoftë se ti një votues shqiptar nuk e ke futur ke lista, dhe ai votuesi ndërkohë i plotson kriteret, pra ka mbushur moshën edhe nuk i është ndaluar votimi me ndonjë akt të gjykatës, atëherë ti kur nuk e fut ke lista, ti ke shkelur kushtetutën. Cili është marifeti për ta përjashtuar?
Kryet artifici idiot, ka skaduar dokumenti. Dokumenti i skaduar e ka vlerën kur ti e përdor dokumentin për të identifikuar. Po. Kur ti dokumentin e përdor vetëm si cop një material ku ke shkruar një numër dhe këtë numër duhet ta lexoj makina, sepse identiteti yt është i ruajtur në memorien e makinës. Po. Kur ti e përdor këtë dokument vetëm si mbartës të këtij tekstit, të këtij numrit ose numër quhet, po fillon me gërm, mbaron me gërm, edhe janë 10 ato karakteret gjithsej aty. Pra kur ti e përdor thjesht si mbartës të kësaj, ç'lidhje ka ky ka skaduar tani para 10 vjetësh apo para 100 vjetësh? Numri personal është një numër që na japin kur lindim dhe na shoqëron edhe mbas vdekjes. Edhe mbas vdekjes, kur na referohen e thon filani që ka pas këtë numër dhe ka vdekur në këtë vit. Pa i prapë është i joni si numër. Edhe mbas vdekjes. Unik. Ai nuk skadon. Ne skadojmë dhe numri jo. Absolutisht. Nuk përsëritet, do ja, nuk e di se sa vite që të rifutet, të rifilloj dhe njerë skema, të ricikloj dhe njerë nga e para. Nga 270 vjeta, 300 vjeta, diçka e tillë. Mos të gaboj. Mirë po këta, lozin me këtë fjalën e vetme. Dhe ne shkojmë dhe e prezantojmë Komisionit Rregullator, edhe administratës KQZ-s. Faktin që ne nuk po i themi, ne nuk shkuam aty të thoshim që orë zotri, ju me këto makina keni mbush xhepat, se këto makina nuk kushtojnë $20 milion sa që keni bler juve. Fiks. Se ato që janë më të mira se këto, dhe që i ka bërë ai që ka bërë dhe kartat tona të identitetit, në çmim në internet, pra çmimin e përdoruesit fundor, pa zbritjet normale të një blerje në sasi të madhe, ato kushtojnë $600, ju i keni bler $2000. Po. Copën. Dhe për 5200 qendra votimi keni bler 12000 të tilla, pra keni bler më shumë se sa dy fishin. Kur ndërkohë rezerva për defektet e mundshme, për këto gjërat kaq të shtrenjta që supozohet që edhe normën e dështimit ta kenë të ulët se janë shumë të mira. Nuk ka pse të jetë rezerva më shumë se sa numri atyre që kanë përdorim. Ti ke 5200 apo 5300 në përdorim, edhe ke 6800 rezervë. Po. Qa do ndodhi gjatë ditës, do shpërthejnë këto? Nuk janë biperat e atyre që shpërthyen në gaza, qa ku qenë ato. Pra, këta i kanë mush xhepat plot, por ne nuk shkuam për t'u thënë ora ai duta. Po. Ne shkuam për t'u thënë, o zotri, vërini kësaj gjës, emrin e vërtet, në mënyrë që të mos mashtrohet populli. Mos harroj që ishin vetëm ne dy që e kërkonim. Ishim ne dy që e kërkonim. Asi se vulu një zjarr. Dhe përveç kësaj, dhe ata që na dëgjon ishin duke tund kokën kështu, ama erdhën këta të shmendit. Erdhën këta që Në fakt, nuk u lodhën. Në fakt. Unë po do përpiqem ta shpjegoj shumë thjesht tani për ata që na ndjekin. Është një makinë e cila karikohet me informacion nga regjistri i gjendjes civile, nga Ministria e Brendshme. Po. Çdo identitet yni është në një kuti të vetëm. Kur ti shkon për të votuar, duke përdorur kartën e identitetit, makina merr informacion se kush është numri personal që po paraqitet tani përpara. Dhe nga memoria e vet, jo nga karta, nuk e lexon kartën makina, lexon vetëm numrin personal. Nga memoria e vet nxjerr atë informacion që i ka dhënë Ministria e Brendshme. Dhe ai komisioneri shef fotografinë që i ka dalë në ekran, të shef edhe ty që e përball, i mbushet mendja që ti je ky i kësaj fotografisë dhe të lejon të vazhdosh procesin e votimit. Makina as të lejon, as nuk të lejon, as man shënim, as një gjë. Gjithë budalliqet e tjera, jo bëj lër firmën me shenjën e gishtit. Këto janë të tëra mashtrime, sa për ta bërë situatën të vështirë, të kompleksuar për të kuptuar, në mënyrë që njerëzit pastaj të mos pyesin më. Mirë po ç'a ndodhi? Se duket edhe kjo jona sigurisht është skenar filmi. Unë e pranoj argumentin që shteti, në momentin që ti nuk e rinovuar dokument, pra ka kaluar ata afatin që ka dokumenti, atëherë edhe të dhënat që ka shteti për ty janë të vjetra. Dhe këtë argument unë e pranoj. Mirë po nga shteti ynë, asnjëri nuk ka guximin të thotë që unë në regjistrin e gjendjes civile kam të dhëna për ty qytetar i dashur, të cilat e kanë kaluar afatin, kështu që unë nuk të fus fare në listë. Po. Këtë nuk u amban, sepse të qenurit në listë është e drejtë kushtetuese.
Atëherë ç'a bëjnë? Unë në listë të fus. Po unë e di që kur të kam futur, që ti herën e fundit të dhënat mi ke dhënë para 12 vjetësh. Pra unë që në këtë moment e di që ti i ke këto të dhëna 12 vjet të vjetra. Po unë në listë po të fus. Po mirë, po më futen në listë mua. Qa çudi do ndodhi? Qa ti bëj? Unë ta fus në frigorifer kartën që të më rinovohet, të më rifreskohet? Ti e di që kur e ke nisur këtë histori. Dëgjoj, fakti që ata i kontrollojnë regjistrimin e kartave për secilin, shumë e rëndësishme kjo që po të them. Ata kanë leverdi që karta të jetë mjet i fortë, pengues, sepse e japin atij që duan dhe nuk e japin atij që s'duan. Kjo është një kontroll total i përqindjeve, se për çfarë luhet përqindja. Dhe kanë bërë këtë vit, këtë radhë votimesh, kanë bërë dhe një karagjozlik të radhës, se tashti tangërliku i madh në 12 vjet pushtet, të çon edhe të bësh nga këto lloj gafash e gabimesh e kështu, po këta nga një krahinë e Shqipërisë do thoshte e kanë faqen sholl, si shprehje dialektore. Ka kanë faqen sholl të rasu, nxihet as u skuqet fare. Një rehat fare. Nuk ekziston as në një lloj cipe. Çka kanë bërë avokat? Kanë bërë një VKM. Ku për votuesit e Mërgatës, nëse u ka skaduar karta deri me datën 11 maj, shtyhet vlefshmëria deri në 31 maj. Dhe kjo është një VKM. Tash unë nuk është se jam shumë i qartë në çështjet juridike, po e para që më bën përshtypje është se si kjo VKM-ja merr përsipër të ndryshojë nenjat e një ligji, sepse ndryshohet ligji për letërnjoftimin elektronik, të cilin këta e kanë bërë çorap duke ndryshuar. Njëherë kishin në digjitale, numerike, pastaj e hoqën e bën elektronike, të tëra këto. Janë mjeshtra këta. Jo, po kjo kishte një gjë tjetër. Kjo kishte 6 ndryshime që hiqej fjala elektronike dhe vijej elektrike, numerike, ku dëgjoni që komplet pa lidhje, dhe kishte shtojë një nen i ri. Që këtë gjë tani mund ta bëj dhe privati, po se kush do jetë privati e miraton Këshilli i Ministrave. Kjo ishte gjithë thelbi i ligjit që ndryshua, nuk është se po janë ndjente shumë elektrike apo elektronike, apo digjitale apo numerike. Nuk kishte lidhje fare, aty nuk ndryshoi asnjë gjë në të 7 anenet që. Por duhej shtuar ky, sepse zonja drejtoresha e Akshit do vi moment që do privatizoj ca gjëra se. Ajo tashti nuk s'do jetë ajo pronare e madhe, ajo koka e teknologjisë, mos të ketë një kështu unicorn, një startup unicorn. Dhe kishin miratuar këtë VKM-n. Dhe ndërkohë thoshin që kjo është e vlefshme vetëm për votuesit nga jashtë Shqipërisë. Nuk të duket si diskriminuese apo? Jo, kjo është shkelje e rëndë e ligjit, sepse ti mund të japësh dikujt të heqësh dikujt tjetër, sepse ti s'mund të përdorësh argumentin që ai ka mundësi, ky s'ka mundësi, kur të dy janë barabartë para ligjit. Po pikërisht. Dhe këtu është, si thosh, edhe shkelja e rëndë e ligjit për mosvotimin. Problemi qëndron që ti çado që të bësh me aspektin ligjor, gjyqësor etj. Në këtë fazë, të datë që jemi, ka kaluar fazën. Jo, ata du ta pengojnë atë lloj forme që të mos kesh mundësi. Ke parasysh rasti i Marës që ngeli 600 6.000 dhe 6.000 në Himar, se duket sikur s'është një gjë e madhe. 6.000 në Himar ishin 25%, 24.000 ishte Himara gjithsej. 1/4 e votuesve të Himarës u përjashtuan me argumentin idiot që ka skaduar karta e identitetit apo pasaporta. Kur ndërkohë KQZ-ja ka miratuar një procedurë të përdorimit të atyre makinave që unë si shoh dot me sy. Po gjithsesi, ka një procedurë, është pjesë e protokollit. Nëse kjo makina nuk arrin ta lexojë këtë kartën tënde, ka një proces manual. Pra, nëse ti i shkon me një kartë të cilin e ke zveriluar, ajo karta që këta i quajnë të skaduar, ti e ke zveriluar, ja ke fshirë gjitha të shkruajtmet. Dhe ja thua ti, valla kjo është karta ime. Do e kaloj 2-3 herë ai atje, se lexim optik bën ajo. Do e kaloj 2-3 herë, do thotë, "Ok, nuk e lexoj dot." Atëherë po shkruaj vetëm këtë numrin tënd personal dhe në momentin që ai shkruan numrin personal, gjithë procedura është e vlefshme. Sepse ka parashikuar KQZ-ja në rregulloren e vet. Kur ata bën 3 ditë përpara zgjedhjeve të Himarës, kur ata bën atë që e quajtën
demonstrimi i kapaciteteve teknike të pajisjeve elektronike të identifikimit biometrik, se duhet mush me fjalë të mdhaja, ajo që bën realisht ishte operatori dhe makina, dhe ndërkohë identifikohen 3 persona që as ishin prezent aty. As dokumentat e identitetit të tyre nuk janë aty, por këta na treguan një proces identifikimi. Pra kishim një operator, kishim një makinë, nuk kishim njerëz, por i identifikuam. Po. Nuk kishim dokumenta, por i identifikuam. Atëherë ti sot ke bërë një status në profilin tënd mbi zarfat e printuar. Zarfat e printuar. Ishte një lajm që e mora rastësisht nga mediat. E dëgjova, kështu titulli ishte që juristët e koalicionit për Shqipërinë Madhështore kishin ngritur si çështje në KQZ dhe argumenti i të nderuarit Celi Bashi ishte që nuk është problem. Pra, problemi që ishte ngritur ishte që nuk është problem. Problemi që nuk është problem. Problemi që ishte ngritur, jo për ta bërë më kontekstuale. Problemi që ishte ngritur ishte që në procesin e printimit të adresës mbi zarf, juristët e koalicionit ton kishin konstatuar që disa adresa ishin printuar 2 herë. Po. Dhe kishin bërë problem. Dhe argumenti i personave të përgjegjshëm, po super të përgjegjshëm në këtë drejtim ishte, po, nuk ka problem për këtë. Sepse ne kemi sistemin dhe përpara se zarfi të hyjë në sistem, skanohet. Dhe sistemi nuk e lejon 2 herë të njëjtën adresë. Po, i nderuar Celi Bashi. Po gjëja e parë që ti nuk the këtu është që ky sistemi që e bën këtë është sistemi DHL-s. Jo sistemi që ke marrë ti nga Stigmatic, çfarë ka kjo kompania? Po. Smartmatic, se na këta Smartmatic na pas kanë qenë të çuditshëm ore. Ne na I prodhon kartat e identitetit aleati që ka patur për aksioner Idemian. Po makinat lexuese të kartave të Idemias nuk bëjnë, janë këto të Smartmatic më të mira. Okej, hajtë se iku kjo. Bëm në 21-shin me këto dhe na ngelën këto makina se tani janë blerë 20 milion euro, do I përdorim mos ka, do plas në vend aty, po këtë do ta përdorësh, se edhim do të poshtë, se kemi blerë me lek. Na vinë zgjedhjet e tjera 23-shin. Po. Prap Smartmatic. Po. Po tani votimin elektronik. Ne çuam provat forta në gjykat që nuk u vënë në dyshim. Nga gjykata që Sorosi kontrollonte. Domethënë ata nuk vënë në dyshim që ishte Sorosi apo jo. Problemi për ta ishte që s'është problem që është Sorosi. Aha. Domethënë, vazhdon argumenti për kokë të plagës unë jam çuni mirë. Në 23-shin na erdhi Smartmatiku, na solli këto makinat e votimit dhe numërimit elektronik. Që nuk e di pse këtyre nuk I kanë gjetur në një akronim. Se këta të gjenë edhe akronim që mos marrësh vesh fare për çfarë flitet. Pay, Rai, Çaj, si ta dush. Per, Der, Fer, ku dëgjoj. Unë edhe ti harron pastaj se Çaj e duke folur. Kur erdhën këto makinat, unë në ato kohë isha kureshtar për çfarë teknologji e përdore, si përdore, edhe shkova në Elbasan për t'i parë se Elbasan ishte qark pilot dhe aty ishte demonstrimi. Aty ku vajta unë, tek ajo pika që po këta po demonstronin, e para herë nuk ishte letër printeri. Kështu që procesin nga fillimi në fund ti nuk mund ta ndiqje dot. Dhe unë isha shumë kureshtar për një gjë. Kur ti votoje, të dilte në ekran, domethënë shtypje në ekranin atij tabletit, se këta I quajnë çudia, po tabletësh ai shkreti. Një tablet me touchscreen 13 inç, 15 inç sa e kam gjetur çik të madh për njerëzit. Total 18 inç që kemi sharrën. Jo, aty se afrohen. Deri te 15-ta mund të shkojnë në ekranin, po 18-ta si marrin të keqe. Po një touchscreen, një tablet, realisht një tablet, ku ti zgjedh subjektin për të cilin do votosh dhe të del një dialog konfirmimi që a konfirmon që zgjodhe këtë? Ti I thua po. Dhe ky konfirmim yt ruhet në memorien e makinës
Dhe ndërkohë materializohet në një letër të printuar. Kanë marrë një printer, ajo që pashun në Elbasan, se tani e kanë rregulluar, kanë marrë një printer një çik më estetik se sa ato që kishin në momentet e demonstrimit. Po ajo që pashun në Elbasan ishte një kuti veglash, në kapakun e cilës kishin ngjitur nga poshtë një printer nga këto të rëndomtit që i përdorin gjithë lokalet shqiptare për të printuar faturat fiskale. Dhe aty printohej, ky printer ishte brenda kutisë. Pra normalisht nuk mund të aksesohej as nga komisionerët, ishte brenda në kuti. Dhe aty printohej, dilte një copë letër nga shiriti që kishte printeri brenda, dilte kjo copa e letrës. Dhe supozohej që votuesi nëpërmjet një ekrani me xham, që ishte i të dukshëm, me vetëm një pjesë të dukshme e kutisë, shifte që edhe në letër u printua ajo që ai kishte zgjedhur në makinë, pra ajo që ishte regjistruar në memorien elektronike. Dhe e konfirmonte edhe këtë për së dyti, dhe kjo letra pastaj pritej automatikisht nga printeri, pritej dhe binte me rënje të lirë brenda kuti. Duke qenë se aty s'kishte letër, ajo që unë nuk arrita do të zbuloja se si e kanë procedurën, qa ndodh kur votuesi do të anullojë atë që i doli. Pra nuk është dakord. Se kur e konfirmon që po, kjo është vota që unë regjistrova edhe elektronikisht, jemi dakord të gjithë, po, pritet bie brenda. Po kur thua jo, unë nuk kam parë ndonjë nga këta printerat që ta gëlltisi atë letrën, atë që nxori ta kthej prap. Po hajtë se ky i çuditshmi i Smartmaticut na e bë ka dhe këtë gjë. Po ajo është e shkruar, edhe po e futi brenda, se ajo është pjesë e shiritit. Po. Domthonjë çado që të bëj ky, ose mund të zhveshur lakurisht. Mund të kenë gjetur dhe një lloj zgjidhje, po nuk ka nuk na e kanë treguar se si është. Them se nuk ka zgjidhje. Në momentin që ai nuk është dakord me atë gjë, ai ka lënë gjurmë se për kë ka votuar. Po, dhe ky është problemi. Dhe këtë do ta thosh atë të fundit, sepse do kaloja tek pjesa tjetër që si bëhet mashtrimi, si manipulohet. Unë e di për fakt të sigurt dhe e kam konfirmuar së fundmi tani në këto shkuarjet tona në KQZ, që në Elbasan ka ndodhur të paktën një rast ku votuesi i Partisë Demokratike, që ishte komisioner në qendrën e votimit, përfaqësonte zotin Boçi, ka votuar për të dhe në letër ka dalë kandidati tjetër, Gledis, nuk e mbaj mend mbi emrin zotëris, kandidati i PS-s. Dhe kjo është, duke qenë se ky ishte komisioner aty, nga personat që votonin në fund, e ka bllokuar procesin, pra është gjëja e provuar dhe e faktuar. Tani në që filloi procesi i radhës, unë e kërkova kallëzimin, që është bërë pranë KQZ-s, e gjeta ku Partia Demokratike e thoshte që përveç shumë rasteve që e kemi evidentuar këtë, po njërin e kemi të faktuar, dhe argumenti me të cilin KQZ-ja kishte mbyllur këtë si rast ishte ne e verifikuam dhe na doli që votat elektronike, pra ato që ishin ruajtur në memorien e pajisjes, ishin të njëjta me ato të printuarat. Si duhet përkthyer? Se këta e kishin argumentin që është çdo gjë në rregull. Kuptoj. Në fakt, kjo do ishte çdo gjë në rregull, kur ti do e kishe gjithë procesin të rregullt. Në momentin që ti konstaton që një pjesë e procesit nuk është e rregullt, pra ky zotëria e sheh me sytë vet që kjo këtu nuk doli ajo që duhet të dilte, ti nuk mund të përdorësh këtë argument, sepse i bie që dhe pjesa tjetër, e cila që nga identike me këtë, që nga e pa rregullt. Pra, nëse do ishte argumenti që ore nuk e di, mund të shmend prinderi, dhe në vend nxirte atë që desh e ti, nxori atë që i desh shefi vet. Ama ne në memorien elektronike i kemi në rregull. Kjo shkon, kuptoj. Edhe hahet. Kuptoj. Po kur ti thua që po valla, ky prinderi ja futi kot. Ama ne në memorie e kemi po aq kot. Po kjo s'mund të jetë argument që janë gjërat në rregull. Absolutisht. Po këta vazhdojnë procesin e tyre të manipulimit. Një pyetje kam teknikisht. Këta që administrojnë databazën e diasporës. Po. Aty kanë numrat e telefonave apo? Ata kanë, unë nuk e di se çfarë është regjistruar komplet, po kam përshtypje që numri telefoni dhe adresi emaili ishin kusht. Pra o njërin o tjetrën, dhe në shumë mundësi njerëzit i kanë dhënë dhe të dyja. Pra, ata që disponojnë databazën kanë drejtë të çojnë dhe mesazhe. Po. Kanë mundësinë. Pra, kjo është një privilegj nga atij që administron sistemin apo jo? Po. Këtë privilegj e ka vetëm ai që administron sistemin.
Nëse ne si formacion politik duam që të verifikojmë të dhëna, në atë moment ne kemi të pamundur. Apo s'na jepet kjo mundësi, kjo drejt. Që ne të konsultojmë këtë databazë për të patur kontakte me Jo, për të verifikuar është apo jo filani, sepse ki parasysh një nga problemet më interesante, ka shkruar njëri këtu, thotë neve që na kanë bllokuar dokumentat, thotë. A ka mundësi të votojnë në emër tonë me dokumentat tona që ne kanë bllokuar? Ato që na kanë marrë? Bllokuar ku? Do thotë që ai ka aplikuar, por s'e kanë dhënë akoma, ose nga që ka ardhur në perëndim, nuk ka si thosh më akses sistem dhe ai thotë po sikur ta nxjerrin dokumentin tim ta përdorë dikush atje. Këtë ne nuk e dim, po ajo që dim është kjo. Shiko, Që aksesi mbi dhënat e ka vetëm PS-ja. dokumenti nuk është, unë atë po them, edhe në procesin e regjistrimit, edhe në procesin e votimit të regjistrimit të mërgatës apo të votimit, dokumenti nuk përdoret thelbësisht. Nuk është i nevojshëm, i domosdoshëm, në procesin e identifikimit. As në atë proces që kanë bërë këta me atë surrogaton e tyre, folion e smartmatikut. Dakor, jemi të qartë për këtë, por këtu problemi është tjetër kund. Problemi është që njerëzit ngrenë shqetësime, thënë ora, a voton njëri në mërton. Dhe ne pikërisht duhet të për mërgatën, se jemi të zarfat, se s'marum. Për mërgatën, kjo është shumë shqetësuese. Pse është shqetësuese? Sepse, se ishim tek i njëjti diskutim, po më kapi kjo çështja e manipulimit që bëjnë këta. Pra, argumenti i Celibashit ishte, ne nuk ka problem që bëjmë dy zarfa për të njëjtin person. Se ne nuk na lë sistemi që t'ia dërgojmë atij të dyja. A thu ti se problemi i madh në qoftë se një qytetar i shqiptar që jeton në Gjermani po i shkojnë 2 herë vota. Problemi i madh ky. Nëse ajo është bërë, pra, jo nëse është bërë, se Celibashi e pranoi vetë që është bërë. Printimi i 2 zarfave për të njëjtin person. Nuk është bërë që t'i shkojnë atij të dy. Është bërë që një t'i shkojë atij, një t'i shkojë patronazhist. Fiks. Kjo është gjithçka. Pra, ky është votimi. DHL nuk e lejon. S'ka nevojë ta lejoj DHL-at, mos e lejoj. S'ka çfarë se për çfarë përdor ti. DHL-ja nuk t'i pranon në nisje, ndoshta. Nuk t'i pranon në nisje. Sepse nisja është e përqendruar dhe bëhet nga KQZ-ja. Nga një vend. Është një njëjti vend nga ku këto nisen. Kthimi këtyre mbrapsht është nga 200 vende, 300 vende, 500 vende të ndryshme në përbot, ku çdo qytetar që e ka marrë këtë zarfin do shkojë ta hedhë në një moment kohe pa asnjë lloj lidhje me të tjerët. DHL-ja nuk mund t'i thotë, nuk mund ta gjej dot që, o Altin, tani që erdhe ti, ky zarfi yt ma ka sjellë dhe njëri nga Kina. Ç'do bëj DHL-ja? Nëse një zarf me adresë Gjermanie dorëzohet në DHL-n e Italisë. Ç'do bëj? Dorëzohet në DHL-n e Gjermanisë. Ç'do bëj? Kuj do t'i thotë që ti duhet ishe, është i joti apo s'është i joti, nuk ka nga ta di. Pra, unë patronazhisti, mua më erdhën gjithë këto zarfat me adresë, këto që u printuan 2 herë adresat. Fletë e votimit po se po, fletë boshe, se përderisa ndodh kjo, ne nuk kemi asnjë lloj transparence për procedurat që bën KQZ-ja. Me atë taman e madhe që janë procedura sekrete, duhet të ruajmë sekretin, kur ndërkohë këto duhet ishin procedurat më të hapura të mundshme. Fletët e votimit në shtyp shkruajnë ku është sekreti, çfarë sekreti ka. Printimi i zarfave, shqyqyr që e kapën këta. Se mos ta kishin kap do kishin kalu. Tani, jo, ta kapën vetëm një kampion vockël. Po. Ne s'dim ç'është bërë. Ne nuk dim ç'është bërë. Unë jam patronazhisti i Italisë, i Romës. Dhe më kanë ardhur 50 zarfa. Fleta po e po. Unë i plotësoj PS. Dhe nuk ka alternativë tjetër se patronazhist dhe PS. Normal. Patronazhist të tjerë s'kan. PS janë ata. I plotësova, i mbusha, mbylla zarfat, shkova te kutia postare e DHL-s, ja hodha gjithë thesin. Jo në thes, po një nga një tëra brenda. Dhe një nga ato zarfat është i Andreas, që jeton dhe ai në Rom. Andreas shkon nesër ta bëj këtë punë. Çfarë do i thotë DHL Andreas? Nuk e Andrea? Çfarë do i thotë? Më ka ardhur zarfi yt, e ke sjellë një herë pse po ma sjell për herë dytë? Po. Si, ky e kanë ndërtuar gjë, edhe kjo bëhet, edhe kjo mund të jetë bërë. Po nuk na thot njëri që është bërë kjo. Po pra, mungesa totale e transparencës është kështu ulëritse dhe llogaritmi i fjalë që ka një heshtje totale, pikërisht për këtë lloj gjëra që janë parimore. Del vetëm Celibashi, konferencë shtypje thotë kemi bërë shumë mirë punës. Besoni ke unë.
Po. Këtë thot ai gjithkohë. Se çfarë, se si qysh as më vesh. Ne kemi çu plagës jam çuni mirë. Ne kemi çu kërkesën tonë javës që kaloi për kamerat. Po. Asnjë përgjigje. Dhe s'ka për të patur. Ja, nesër kanë punë ata me mua se unë. Nesër kam ditën. Se kemi edhe podcastin darkë. Po pra. Mos harroni nesër në orën 19 ke Shpend Gashi kemi podcastin e Tentës. Double G. Sharra dhe Mjekërzi. Po, Mjekërziu dhe njeriu i Sharrës. Dhe njeriu i Sharrës. Regjia Tarantino. Quentin Tarantino. Në orën 7 fillojmë se kur marrojmë si gjithmonë nuk e dim. Po kemi një lajm shumë interesant, shumë të mirë. Nga e hëna deri të mërkurën do transmetohet me 3 seri në podcastin tonë dhe në Fax News live. Një podcast i regjistruar me zotin Vim Prifti. Është seria 2 që ka zgjatur 6 orë. Për arsye se ka zgjatur. Është seria 2 e 3 e 4. Po. Është seria 2 sezoni 2. 3 seri. Sezoni 2 Netflix seri. Çfarë është interesante këtë histori? Unë dhe Andrea që kemi qenë pjesë e regjistrimit bashkë me të madhin të Vim Prifti. Pam me fakte dhe me prova kush e ka prodhuar virusin e COVID-19-s, apo 184 që themu. Kush e ka prodhuar, me fakte dhe me prova? Cili? Në cili laborator? Me cilat para? Çfarë lloj virusi është? Si është modifikuar? Si është ndërtuar kjo armë biologjike kundër njerëzve? Dhe po ashtu, edhe historia e vaksinës. Kur u shpik vaksina? Në 2020? Si u prodhua? Çfarë ka brenda? Çfarë pasojë është lënë trupin e njeriut? Çfarë ato gjërat e bardha, ato gjërat e gjata të holla? Detaje të jashtëzakonshme. Me dokumenta krejtësisht origjinal. Kush janë të vrarët? Ata që u vran. Çfarë nuk do shihni në atë podcast? E kemi ndarën në 3 pjesë në marrëveshje me Fax News, se 6 orë vallai. Nuk e përballon ndonjë përveç nesh. Që e mbajt. Është 6 orë ndarën në 3 pjesë dhe është një rrëfim i jashtëzakonshëm në format shkencor për popullin. Domethënë, në atë mënyrë që ta kuptojnë të gjithë. Nuk du ta humbni në asnjë lloj forme. Ne fillojmë që nesër ta bëjmë njoftimin të hënë të martë. Pse u la të hënë të martë mërkur? Po nesër kemi Shpendin. Pra se Elidoni që pyeti për bllokimin e dokumentave, ka çuar një mesazh. Kur do bëni një maraton me vlla Gashin, thyeni rekord. Edhe unë i përgjigjem nesër. Nesër e kemi. Nesër është maraton. Edhe të shtunë të diel duke qenë festa e pashve, nata është e zëndme, nuk mund të transmetonim dhe nuk donim të bënim diçka që sot të shfaqet premten, pastaj të mërkurën, se ti pastaj tham të ishte pandales, natë për natë. 3 pjesë, të hënë, të martë, mërkur. Bëuni gati, merrni bukë me vete. Pikërisht se këtë do të thosh. Edvini për aq sa pak raste që kam patur ta takoj, është një njeri që ekzigjencën shkencore e ka në maksimum. Edhe kur mendon çai bën këtë njeriu. Dhe po që se fjala ka dalë nga goja e tij, për mua ka marrë një pikë çuditëse që ka vendosur një nga ato çekiçet pneumatik që përdoren për të rrahur çelikun. Jo pikë çuditëse këtu. Dhe di ç'më bën dhe gjatë podcastit. Stop thoshte, mos më fut të tema. Kanë temat e teorive tuaja, tha, unë do merr vetëm ato që unë kam të faktuar dhe kam verifikuar vetë. Ato që ke verifikuar ti tha, bëj podcast tjetër. Unë jam me këto që kam verifikuar, thoshte. Është super podcast. Atëherë mendoj që sot e ngritëm alarmin. Të shpresojmë që të shpërndahet. Jo, nuk besoj që ky podcast do ketë shumë shikueshmëri për faktin se edhe ora dhe gjithçka tjetër. Nuk e kam të podcastit, të shpërndahet. Është momenti, kjo është trampolina. Njerëzit ata që na ndoqën, duhet ta shpërndajnë tek të afërmit e tyre, tek të njohurit e tyre, ta bëjnë statuse në Facebook, në të gjitha rrjetet sociale, sepse janë duke i bërë mirë çdo njeriu tjetër që do ta marrë atë mesazh. Pastaj ai që ka qejf të gaboj, le të gaboj, po të paktën mos jemi pa i dhënë mesazh. Po. Pra kush do haj burgun dhe zgjedh të haj burgun, është drejta e tij. Ne na vjen keq për ata që nuk e dinë që hajnë burg. Po pra. Dhe ne duhet i njoftojmë. Mos e bëni atë gabim. Mos fotografoni fletën e votimit. Duhet shantazhojnë ata që u keni çu foton, që t'u marrin lek nesër pas nesër. Ndërkohë burgun do e bëni. Pse do e bëni? Po
Ju e dini këta patronazhistët nuk i ruajnë dot sekretet tuaja. Kanë dhënë prova, u ka dhënë emrin e tyre. S'ka ruajtur emrin e vet, do ruajnë emrin tuaj. Lidhni mendje. Më kujtua një histori kur ishim shumë të rinj dhe të vegjël, e qenë se jemi afër mbylljes, ta mbyllim çik më kështu më me humor. Dikush në rrugë që i bërtet një lypsi, po ai lypsi nuk po i ndahej, ju qep kështu. Ha, më jep 5 lekë, më jep 5 lekë, më jep 5 lekë, më jep 5 lekë. Edhe ai që kthehet, "Ik për ti thot. Ik për dreq. Shkor vith." Patronazhistëve thojni, "Ne dim që ju do i vidhni votat me thes. Mos më kërko fotografinë, vlla, shko vidhe. Mos më kërko, nuk ta jap fotografinë. Ik vidhe." Atëherë ju falenderojmë gjithëve. Ne do ikim të flejmë, faleminderit. nëse kemi punë, fillojmë luftën me KQZ-n që me pikë mjesit. Edhe me Ramën kuptohet, i cili ne do ju tregojmë që ka bërë dhe vepër penale. Ai e ka 4 vjet burgun sipas kodit penal. Nuk e ka 3 vjet. Nesër Avazi, Nesër avazi. nesër Sharra dhe Mjekërziu. Në orën 7 nesër mos harroni live-in e maratonës të çdo tente. Double G. Temat nesër janë akoma dhe më interesante, mos u habisni. Natën. Natën e mirë. Andrea, faleminderit. Regjia ishte mirë sot, ëh? Andrea.